Ditë e bukur, ditë me shi, me bereqet. Bereqeti i kësaj dite nuk ishte për shqiptarët, por ishte për kryebashkiakun më të mrekullueshëm që ka pas Shqipëria ndonjëherë, dhe kryeqyteti i Europës siç është Tirana ishte bereqet se u derdhën dhe u shkundën dhe shkundën para tij, duke u lëpirë para këtij fiksa titati, domethënë, që ishte atje prezant në seancë gjyqësore, ai miu haleve, domethënë, ai kryebashkiaku që ka marrë qafë gjithë të njerëz që jetojnë në Tiranë, që ditë gjithmonë na mashtronte duke thënë që miell pemë dhe e shkatroi këtë qytet me ato pemët që molli. Dhe këto aktorët që ne dhe shqiptarët i arritur dhe i kanë pasur si njerëzit e dijes, domethënë njerëzit dijes i thënë. Dhe dija e tyre shkon dhe përulet përpara një vemje, një vemliu, siç është ky Erion Veliaj. Shkon Robert Ndrenika, nga Spaja, domethënë nga aktori në aktor, jati vet, shkon pastaj edhe çuni, kupton ç'është shembull tyre që i ofrojnë shoqërisë shqiptare i njeriu që pritet dënohet, që vazhdon prej disa muajsh, që është në si është? Ai fikse po thuaj me zot lartë, pse unë i them gjitha dhe ka shumë njerëz që kanë këtu vërdall, domethënë ndajnë të njëjtin mendim, po ashtu si unë, por kryebashkiakun, se nuk e kanë hiq akoma atë, se hodhën poshtë, domethënë nuk e nxorrën që të bënte edhe ajo fushata, se pritet të zëvendësohet nga një indian. Këto janë informacione kështu konfidenciale. Po gjithsesi nuk e di, për t'i ra shkurt, se nuk kam çfarë të them, se ma kalon më këtu, mungoj ma kalon atë se çka do doja të thoja për kryebashkiakun. Goj tamash. Po tamam gjithë, jo vetëm unë. E patme nuk e di çfarë. Doja një koment tuaj, një mendim tuaj për atë çka pat sot. Ne do e shoqëroj tani edhe me një video për kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj, në atë seancën gjyqësore që shkon e puth në ball, domethënë Robert Ndrenika. Nuk e di çfarë ajo ngjalli teksa e pat si video, se realisht nuk dija çfarë thoja. Se për mua Robert Ndrenika ka qenë një nga aktorët më të preferuar dhe si mundet i njeri që është në prag. Flori, të dhe. Ka lytet e film me Florin. Jati Florit. Po si mundet i jati Florit, a nuk vjen zor paktën nga Flori, nuk mund ta bësh, domethënë shkosh atë pikë. Por ç'a mund të shkojë njëri në atë moshë ku është Robert Ndrenika, domethënë, ti lëpijet Erion Veliajt. Do thonë ju jo që ai e bën me pastërti dhe realisht e ndjen atë se çka bëri. Po ka qenë 600 lekë nafta si janë ato memet. Ore, për te kësaj shakasa që çuna në këtë seriozitetin e gjës, domethënë se realisht ka neverit gjitha e gjë. Shkoi tani një njeri i atij kalibri, i aktori i atij kalibri siç është Robert Ndrenika, shkoi të puthin ball atë më valla, Erion Veliaj. Dhe një pyetje tjetër është, do kanë shku me dëshirën e tyre apo i ka thirr ky Erion Veliaj me mesazhe si njerëzit e tij? Që i ka rreshtuar gjithë aktorët atje. Domethënë, gjithë këto aktorët kanë shkuar, kanë takuar këtë aktorin më të madh të politikës shqiptare, që dilte aktronte atje, vriste njerëz, që është akuzohet, vazhdon të akuzohet akoma Erion Veliaj, pa u zbardhur ajo ngjarja e Ardit Gjoglajt dhe shumë raste të tjera abuzive që ka bërë ai. Prandaj ndodhet aty ku ndodhet, një nga aktorët më të mirë, domethënë, politikës shqiptare përballet me këto aktorët e skenës ose të kinematografisë shqiptare. Edhe këto aktorët shkojnë e mbajnë te Erion Veliaj si një nga aktorët më të mëdhenj të gjitha këtyre aktorëve, qoftë kinemas, qoftë politikës. Po para gjatë si duhet të flas shumë për këtë, se fole shiksi shumë. Realisht më intereson shumë i komenti juaj, ose nëse keni koment ndryshe nga ky koment im për këtë qendrim që mbajta për sa i përket puthjes në ball nga Robert Ndrenika, kur e puthi në ball Erion Veliaj, shkon ai Gaz Paja, ose shkon ajo Ariola Demi, aktoresh edhe. Aty morën vesh kur hyn Big Brother që e morën vesh është aktore. Kto më shumë marrin emër kur takojnë Erion Veliaj, sesa kur janë në fushën e vet, në profesionin e vet. Lini komentin.